Specialistë për hetimin e krimit të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasit KT 24 vjeç dhe DK 19 vjeç dhe filluan procedimin penal për 5 shtetash të mitër, 4 prej tyre 17 vjeçar dhe një 16 vjeçar. Këta shtetas në rrugën e lagjit Kongresi Përmetit për motive dobta janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin dhe sipas së kanë pësuar dëmtime të lehta 2 shtetash të mitër 17 vjeçar. Në bashkëpunim me prokurorin vjen puna për dokumentimin e plot ligjor të rastit, njoftoi policia. Nga ana tjetër, specialist seksionit për hetimin e narkotikëve, reformatal në prokurori nisi procedimin në gjën të lirë për shtetasin e mitër 17 vjeçar, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën një sasi lëndë dyshuar narkotik kanabis, e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësia e Madhe reformatal në prokurori nisi procedimin penal për shtetasin VD 59 vjeçën, pasi në kontrollet e kryer në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s, në banesën e saj konstatuar lidhje pa ligjshme energjisë elektrike. Ndërkohë rreth orëve të parë të mëngjesit në vendin e quajtur krye Bushat, dyshohet se për shkak të një shkëndijë elektrike ka rënë zjarr dhe është djegur plotësisht një subjekt tregtar supermarket. Nga zjarri nuk ka pasur shtetas dëmtuar, ndërkohë grupi hetimor punoi për dokumentimin e shkakut të rënjes së zjarrit.